Ditën e djeshme në familjen e muzikantit dhe djajt të talentuar Gjestit ka ndodhur një fatkeqësi familjare. Gjesti humbi në një aksident automobilistik vëllain e tij me të vogël. Ne i shprehim ngushëllime familjes shumë artista e ish banorët. Big Brother, si ata që e njohin dhe ata që nuk e njohin vetëm nëpërmjet televizionit, i kanë shprehur ngushëllimet e sinqerta Gjestit dhe i kanë thënë dhimbjen kthejën e force, edhe pse është humbje shumë e madhe për familjen e Gjestit. Disa nga artistat që reaguan ka qenë dhe Luione, i cili shpreh ngushëllime të sinqerta edhe pse se njeh personalisht Gjestin. Disa nga ish banorët e Big Brother VIP, Gjibani, Josefin, Marku, Rozana, Radi, Butrin, Imeri, Don Gjoni, reagon Egli Tako kur dëgjoi lajmin pas tragjedisë që ka goditur familjen e Gjestit, me ndarjen e parakohshme nga jeta të vëllait të tij në një aksident. Ka reaguar dhe ish partnerja e artistit, Egli Tako. Askush prej nesh nuk është në kohë për të qenë i dëgjuar në këto momente të errëta. Doja shumë të mos e lexoja kur një lajm të tillë, e të mos e besoj. Më dhem zemra. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.